Ne patëm kritikën tonë gjithmonë për këtë gjykatë që ishte gjykatë një etnike. Gjykatë e cila fokusin e kishte padrejtësisht në ushtrinë qeverimtare të Kosovës. E unë jam këtu për të konfirmuar edhe një herë që lufta jonë, lufta e popullit të Kosovës, ishte luftë e drejtë, ka qenë luftë e pastër, ka qenë luftë mbrojtëse, nuk ka qenë qëllimi i kësaj lufte sulmi i asnjë populli tjetër. Targeti vetëm i uniformave të UÇK-s ishte policia dhe ushtria sërbe, njerëzit e uniformuar okupator që bën gjenocidin në Kosovë, që vran fëmijë, që vran gra dhe që vran pleq, e që i mbytën mbi 12.000 qytetarë të Republikës sonë. Dhe këtë të vërtet, nuk ka asnjë institucion. Këtë të vërtet, nuk mund të ndryshoj asnjë gjykatë.